Ndoshta kjo është një nga videot më të mirat që kemi pa deri tash. Padyshim, ata lot dhe zemra që i ra fort. Me sa di unë, ky djalosh është nga Amerika, i cili ka udhëtuar ekstra për me ardhur me shiku ndeshjen kundër Serbisë. Edhe padyshim emocioni jam shumë të forta. Sikur edhe Shqipëria të fitonte brëm, para mendoni se çfarë atmosfere do të ishte në arenën kombëtare. Po të shënonte atë penalti Rej Manaj, i gjithë stadiumi do të shpërthente. Edhe pse të gjithë një gjë e prisnim, por nuk ndodhi. Ndoshta po dakudiste Kristian Aslani, ndoshta shanset për të shënuar penaltin do të ishin më të mëdha. Por gjithsesi duhet të pajtohemi me këtë rezultat. Por ndeshja në tetor në Beograd nuk do të jetë as pak e lehtë.